Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në emisionin Studio e Hapur. Kultura, gjuha dhe arti janë vlerat që mbajnë gjallë identitetin e një populli. Pikrisht, me synimin për t'i ruajtur dhe promovuar këto vlera është themeluar edhe shoqata Penda në Tuzë. E për të folur më shumë rreth kësaj nisme, aktiviteteve dhe synimeve të shoqatës, sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar kryetarin e kësaj shoqate, profesor Markion Çaj. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit Bojnë për të ndarë më shumë në lidhje me këtë shoqatë. S'pari faleminderit për ftesën, gjithmonë është kënaqësi kur vi këtu në studio tek ju. Andaj shfrytëzoj rastin të përshëndes juve personalisht, si edhe komplet stafin e TV Bojnit, po ashtu edhe dëgjuesit tuaj, teleshikuesit konkretisht ku do të ndodhen. Atëherë, si fillim të mësojmë se si lindi ideja për krijimin e shoqatës Penda. Po do thotë kjo ide nuk është e sotshme, është jetëm konkretisht një vit e gjys ka që me disa persona kem filluar bisedën, si do të ishte të krijojmë diçka që do është të japim një kontribut në aspektin kulturor, sa do pak do është edhe shkencor, mundohemi, e tjere, dhe kjo është një fazë me disa duke biseduar, hajde, apo bëjmë diçka. Dhe ideja do thotë lindi si rezultat kisha me thënë do është edhe i nevojës, pasi se nga njëherë në duket se nuk kem mjaft aktivitete kulturore, ti thëmë, edhe shkencore në treven e malësisë. Se zakonisht ne jemi mësuar me diçka. Kur themi aktivitet kulturore, shumicë një rasteve mendojmë folklor. Po nuk është kultura vetëm folklori, është pjesë normal e kulturës, e traditës e tjere dhe e mbështesin konkretisht. Do thotë folklorin, por kultura përfshin edhe ide tjera, do thotë veprimtarit tjera, ashtu që ideja lindi ti thon kështu, duke parë ne e pame si nevojë dhe do thotë si nevojë për vendin. Nga sa antar përbën shoqata dhe cili është roli i secilit? Po, do thotë 9 antar jemi momentalisht, do thotë pjesëtarët apo antar plot ti thon kështu të shoqatës, ti thon konkretisht kështu jemi të barabartë. Aty nuk mund të themi se tash dikush është më i rëndësishëm apo më pak i rëndësishëm e tjerë, gjithë aty jemi të barabartë. Mirë po, siç dihet në këto raste duhet bëhet një përzgjedhje dikujt që themi formalisht, domethënë ta drejtojë apo formalisht ti themi kështu tjetë dhe sekretar, apo tjetë pjesë do thotë e njëjoj bordit drejtues, ti thonë kështu, por ajo vetëm formalit, do thonë ma shumë, dhe përbehet nga unë, do thonë si kryetar që më kanë zgjedhur për shkallë i falenderoj antarët e shoqatës, do thonë për besimin që më kanë treguar. Masanejna kryetare është Sidorela Berishaj, profesoresh e gjuhës shqipe, sekretare është Mariana Lërgjura, gjithashtu do thotë magjistër bile i gjuhës shqipe, masanej kemi do thotë antarët e cilët janë edhe doktor, siç është doktor Anton Gjokaj, do thotë i matematikës, i cili e pranon mësim pranë Universitetit të Shtetit, doktoranti i ri Anton Onculla, gjithashtu matematicient, arkeologu, do thotë malësor që jeton në Ulqin, Anton Lërgjuraj, masanej do thotë mos të rrëme dhe gjinin femërore, do thotë që e kemë shumë më rëndësi, konkretisht, Nebila Nika, i cila është edhe, si thonë kështu, edhe shkrimtare edhe gazetare, konkretisht edhe gazetare juaj. Masanej do thotë Elma Pepic Kafezic, biologe, dhe së fundit Amina Nika, i dhe më thonë është juriste, por mos të arrojt se kemë edhe, ti thonë kështu, bashkëpunëtor të jashtëm, momentalisht sidomos kem një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me Dominik Ugzinin nga Shkodra, i cili na mbështet në shumë raste, por kem edhe kontakte që të bashkëpunojmë sidomos edhe me Anton Vukpalej. Mirë, pse vendosët pikrisht emrin Penda dhe çfarë simbolizon ai? Po, duke parë se ne jemi të profileve të ndryshme, siç e përmendën nga vetë prezantimi, domethënë i vetë shoqatës, edhe masanej bëmë pak, kështu, hajde të thojë një lloj debatit si ta emërtojmë, që të na përfshin gjithëve. Me kënë se nuk është as shoqate historianëve, apo arkeologëve, apo matematicentëve, apo gjuhëtarëve etj, por është, ti them kështu, multidisciplinare në thojza, pra është një shoqate e cila përfshi drejtime të ndryshme, për disa nga njëherë ndoshta këto drejtime janë edhe komplet kundërta në thojza, se nga njëherë kem jo shkencat natyrore dhe shkencat shoqërore së bashku e tjerë, dhe rame dakord që tjetë një emër domethënës, edhe një emër do thotë që na përfshi gjithëve. Penda. Pse Penda? Normal me pen diku na shkruar, ne malësot i themi pena, domethënë e tjerë, po e përdorëm këtë emërtimin e gjuhës letrare, domethënë Penda, për një arsye se gjithë e kemi obligim ose gjithë shkruajmë, gjithë antarët, dhe kjo është ajo ideja se si deri tek emri dhe konsenzusi se ne patëm
thonë kështu, dhe propozime tjera, jo atja japim një emër tjetër, jo po një emër tjetër, por së fundi të pajtuam gjithë se kur benda në lindi si ide dhe ashtu dhe dolem. Më thonë, ashtu dhe pranu me emërin. Kështu që, cili do jetë ai misioni kryesor i shoqatës? Misioni kryesor është promovimi, domethënë i kulturës, gjuhësisë, shkencës, pra do thotë mas promovimit normal e shënimit, ti thon kështu, i datave, qofshin data historike, qofshin data personaliteteve, qofshin data, do të thotë që kanë bënë me personalitetet e të artit, të kulturës, shkencës, jo vetëm gjithmonë historike, themi kështu, për arsye se rëndësia është të bëhet shënimi, të bëhet përkujtimi, pasi që shumë është me rëndësi, domethënë se ne ti përkujtojmë ngjarjet, merit e personave, më thënë që është e atyne që në kanë dhënë kontribut dhe për ne i gëzojmë sot frytet e tyne në shumë aspekte, qoftë në arsim, për shembull, qoftë në shkencë, qoftë në kulturë, edhe emrat e atyre që ne malsinë e bëjnë pak edhe krenare. Pra, thotë, si që janë shkencëtarë të ndryshëm, apo që për momentin Indieri Piktor, për shembull, Gjelosh Gjoka është emri i cili na ka marrë shumë njohur, ose David Kale, për shembull, e tjerë, pra thotë kemë shumë emra në malsi, ose Anton Kolberisha që një kohë ka qenë edhe ushtrues i detyrës rektorit të Universitetit Prishtinës, pra thotë kemë emrat të cilët edhe sot, ti thon, ose kanë dek dje siç i thotë në rastin. Dhe kjo është një ndër ato shënimi, mbasa ne u përpiqja nëse mund të japim ndonjë kontribut sa do pak për me ndonjë ide, me ndonjë propozim, me ndonjë veprimtari, edhe për përmirësimin e gjendjes për shembull të arsimit. Është ky një ndër misionet dhe bashkëpunimi, po se po. Bashkëpunimi qoftë me shoqata, ti them kështu si motrat të cilat kanë të njëjta qëllime si ne apo ngjashme, po edhe me institucionet e ndryshme. Pra thotë se ne jemi të hapur, them kështu, bashkëpunojmë edhe me shoqata, edhe me institucionet e ndryshme të cilat në moment në përputhen idetë ose në përputhet misioni lidhur me diçka, siç kishim rastin më herët për shembull me ti thon kështu Universitetin e Shkodrës, në fillim, apo pak më vonë, domethënë edhe me qendrën turistike Tuzit e tjerë, organizatën konkretisht turistike Tuzit, apo kryqin e Kuqe e tjerë, pra thotë ku na përputhen këto misione, edhe bashkëpunimi është një ndër ato. Ndërsa mënyra është normal organizimi, qofti ndonjë konferencë shkencore, ndonjë promovim librit, ndonjë shënimi që thash e tjerë, por në fund kemi ide që të bëjmë diku më vonë, pse jo, edhe kemi pasqyruar pak ditën e planetit me gara e kështu me radhë. Po sa mendoni se sot poruhen kulturat e tradita shqiptare në Malsi? Kjo është një pyetje shumë interesante, pasi që shohim se teknologjia po avancon ditë ditë, sidomos inteligjenca artificiale, do shta është ballë një farë kërcënimi, them edhe për ne. Unë nganjëherë nuk e di, ndoshta e shoh edhe gabim, por e shoh se ekziston rreziku që ne ndoshta nesër të bëhemi edhe skllav i kësaj inteligjencës artificiale, pasi që njerëzit vetëm kanë filluar se çka do me dyshe që e kanë ChatGPT. Thonë, me parë që ka thotë ChatGPT-a, por nganjëherë nuk e bëjnë pyetjen vetes se a mund t'jap ndonjë përgjigje gabim. Unë shpesh e kam thënë edhe përsëris, kam e kanë ndoshta nesër rrezik se t'i besojmë si Biblës apo Kurani ChatGPT, se ka thënë ChatGPT-a, ndërsa konkretisht e di një rast ChatGPT-a për shembull ja ka dhënë informacionin e gabuar dhe një njeriu atje ja dashur me zgjat rrugën për qindra kilometra pse ChatGPT-a ka dhënë një informacion të gabuar. Dhe tash po kthehemi te kjo është pak kërcënim sidomos tek brezat e ri, moderniteti normal, globalizmi, hyrja në Bashkimin Evropian, vlerat evropiane, domethënë këto gjitha nga fije në një farë mënyrë të kërcënojnë them kështu kulturën dhe traditën, por ne duhet luftojmë që ajo të ruhet sa është pjesë e jona, është identiteti ynë, dhe prapë unë e shoh se e kem një pjesë të mirë të rinisë, të cilës i intereson, por dikush duhet të t'i frymëzoj, dikush duhet të t'i udhëhec, dikush duhet pra do thot një farë mënyrë t'i drejtoj se në cilin drejtim duhet shkuar dhe si duhet ruajtur kultura e tjerë, se pa kulturë, pa gjuhë, pa të kaluarën, mesim zbrast. Në përgjithësi, mendoni se të rinjt po largohen nga historia, arti dhe letërsia? Po tashti, si thash, pak është edhe rreziku i inteligjencës artificiale, se edhe rrjeteve sociale, pasi që kalojnë shumë kohë, dhe aty shpesh kemo disinformata, sidomos për rrjete sociale e tjerë, dhe gjithkush e merr rolin edhe shkencëtarit, historianit, gjuhëtarit e çka po diun, por unë mendoj se një pjesë do shta largohet, por një pjesë tjetër jo. Një pjesë prapë e shoh përmes edhe arsimit, domethënë brenda arsimit, kur bëjmë aktivitete kulturore, aktivitete që kanë bëjnë me ngjarjet historike ende ka interesim. Dhe ajo më gëzon fakti që është ashtu. Kështu që mendoj se me pak punë ndoshta mund kthehen edhe kjo pjesa tjetër e cila
Ai mos themi se largohet, por ndoshta nuk e ndij aq shumë. Ndoshta nuk e ndij dhe duhet dikush që ta ndijë pak më shumë, domethënë, se çka është dhe të jetë krenar për atë çka është. Atëherë të ndalemi pak sa dhe të aktivitetet që i keni realizuar deri më tani. Po, ne kemi dalë, do thot me 28 mars publikisht, kështu me aktivitetin e parë, cilin ne kemi bërë. Patëm fatin në atë rast bashkëpunojmë me Universitetin e Shkodrës dhe konsullin e nderit të Austrisë në Shkodër, Gjersi Leqeza, me që rast shfrytëzoj rastin e ti falenderoj kështu një herë publikisht dhe ti përshëndes. Dhe normal i falenderoj sidomos për besimin që na treguan të bëjmë promovimin e një përmbledhje, do thot akteve, një konferencë ndërkombëtare shkencore që është mbajtur në Shkodër në vitin 2024 dhe në atë aktivitet do thot patëm, ti themi kështu, folës edhe nga Shqipëria, po dhe këndej, siç ishte me fjalën përshëndetje, domethënë vetë Gjergj Leqeza, konsulli i nderit të Austrisë. Në emër shoqatës foli nën kryetaria Sidorela Berishaj, domethënë. Masanej shku panelit të cilin e përban Nertila Ljarja, domethënë e cila është edhe përgjegjëse për departamentin e historisë në Universitetin Luiz Gurakuçi, Dominik Ugzini, si studiues, do thot Adnan Prekiç i Universitetit të Malit Zi, pasi që Adnan Prekiç kishte qenë një ndër do thot pjesëmarrësit e asaj konference në Shkodër, që kishte qenë ndërkombëtare dhe unë. Dhe kjo konferenca shumë e rëndësishme, aty ishin ligjëruesit, pra si thash nga Mali Zi, nga Shqipëria, Kosova dhe Turqia. Domethënë kemi pas pikpamje të këtyre shteteve dhe është bërë lidhur me ngjarjet më të rëndësishme për Shqipërinë e Veriut nga viti 1878 deri në fund luftës parë botërore, ose ato vitet më problematike të Shqipërisë, domethënë kur u krijuar Shqipëria, u desh luftohet për krimin e Shqipërisë edhe për ruajtjen e Shqipërisë, kur u bën edhe coptimi i tokave shqiptare, pra sidomos edhe Malësisë, dhe në atë rast unë paraqita konkretisht me punime të cilat në mënyrë tërthonazi apo pak më shumë merreshin me Malësinë e Madhe dhe coptimin e saj. Kështu që ajo ishte dalja jonë publike, ai aktivitet, dhe duhet ta potencoj se është hera e parë që u bën promovimi i asaj përmbledhje, pasi që para pak ditësh konkretisht me 15 maj është bërë promovimi në Universitetin e Shkodrës njëjtës përmbledhje, ku mora pjesë unë personalisht në emër shoqatës, do thot një fjalë përshëndetëse. Kështu që ajo na bën pak edhe të them dihemi se bëmë një promovim të rëndësishëm. Masanej me 22 prill kemë bërë shënimin e ditës planetit, aty kolegja Elma Kavezi që ka pasur rolin kryesor, sa është dhe biologe. Ditën e nesme me 23, masanej kemë bërë edhe shënimin e ditës librit, ku promovuam librin e Qitakut, Gazmen Qitakut, një autorin nga Ulqini, që shkruan edhe libra për fëmijë, edhe këtë rast ishte libri për fëmijë Aventurat e Dor Artit, ku ishte prezent vetë autori, do thot moderatores në këto dy raste, si në rastin e parë, promovimit atij librit dhe në rastin e dytë ku veç moderatori ishte bashkëbiseduese ishte Eone Viljanikaj, shkrimtarja, dhe biseduan për librin Sidorela Berishaj, si edhe Ali Gjeçbritaj, pra thot ishte një promovim. Këto janë për momentin, pasi që nuk ka shumë kohë që jemi formuar dhe këto janë aktivitetet që i kemi bërë deri me tani. Në si u pritën këto aktivitete? Në veçantia i pari? A i pari u mirë pritë shumë, me falë sincerisht, dhe thjesht duke një shumë serios, edhe u danë knaqën vetë ata që morën pjesë, a ishte shumë me ne knaqësi, që thjesht vetë konsulli nderit dhe vetë Nertila Ljarja e Universitetit Shkodër, si edhe Dominik Ugzini u danë shumë knaqën me organizimin, dhe thanë do të vazhdojmë bashkëpunimin, por të ashteo një gjanë do të them. Se njerëzit gjithmonë parasyve ndoshta lavdrojnë pak më shumë, ashtu që duhet ndëgjojmë, në thojë që pa ndëgjuar ne, po përmes dikuj tjetër me pa se si mirë pritet. Por mendoj se thjesht do të mirë pritet. Ashtu është mendimi, ndoshta edhe gaboj. Por prapë e përsëris, është shumë vështirë se thonë, njeriut kur ta thotë në sy, hajde dije sa është 100% objektive, ndërsa mas syve ndoshta e thonë ta mënat mendimin e tyre të qartë. Mas syve nuk e kem dëgjuar. Themi kështu konkretisht, por para syve domethënë kryesisht kur marr, ti thon kështu një farë, hajde themi përgëzimesh, qoftë për krimin e shoqatës, qoftë edhe për aktivitetet të cilat i kem organizuar deri me tani. Po juve si kryetar, cili ka qenë ai aktiviteti që ju ka lënë më së shumti përshtypje? Sincerisht i pari. I pari, dhe pse i pari? Domethënë gjithmonë është fillimi është më i vështirë.
Thamë ato mendimet si do t'ja dalim, a do t'ja dalim mirë, a do t'i realizojmë ato pritshmëritë e publikut, me kanë se thjesht ishte diçka serioze. Dhe vetë përbërja e ligjëruesve, domethënë ishte me vërtet në nivel ashtu që ky i pari për momentin i pari të ashtarme do të shohim kemë projekte në plan që fillojmë diçka dhe shumë më të madhe se sa ajo, por do të shohim a ke mundësi t'i realizojmë apo jo, po për momentin është i pari dhe gjithmonë dalë janë skena dhe gjitha ato domethënë e bajnë vetën për më vonë do të shohim. Do ndajmë pas pak edhe tek ato projektet e ardhshme. Duhet të di se a ka interesim nga nxënësit dhe studentët për të bërë pjesë aktiviteteve tuaja? Po tashti mund të them lirisht se ka, se ne vetëm i kemi angazhuar. Për shembull, atë ditë që bëmë përvorimin e librit për fëmijë, domethënë ne angazhuam 2 nxënës, një nga shkolla fillore dhe një nga shkolla e mesme dhe po, më njëherë. Ma thonë po. Dhe lexuan pjesë nga romani, nga të thonë konkretisht përbledhje tërgimesh, aventurat e Dolartit, ashtu që e shoh se janë të gatshëm, atë ditë kem pas edhe pjesëmarrëse edhe nga shkolla fillore, domethënë si publik po mendoj, edhe nga shkolla e mesme, pra thotë kishim aty domethënë publik, çka na gëzon fakti se edhe të rit apo i them kështu edhe fëmijët tregojnë një farë interesimi domethënë për librin e tjerë dhe për aktivitetet kulturore, kështu që besoj që me kalimin e kohës ndoshta do të kemë edhe më shumë interesim se tashti normal se edhe mbas veprimtarive tona ose do të rritet ose do të zvogëlohet interesimi, domethënë ajo pak varton nga ne, ai varton nga interesimi i tyre. Mirë, po unë e shoh se ka gatishmëri qoftë edhe tek studentët, qoftë edhe tek nxënësit lidhur me au angazhime në këtë aktivitetet tona dhe ne herë mas heret mos të harroj për shembull aktivitetin Dita e Planetit ku ka qenë angazhuar një numër i madh i nxënësave, pra thotë me atë ku shtafetën e tjerë dhe aty është pa një entuziazëm tonë konkretisht tek brazi i ri, edhe student ka pas, mos të harroj, ashtu që domethënë thjesht në këto raste më duket se me vërtet se ne kemi në fokus ndër tjera që mos të bëjmë vetëm për publikun intelektual, ti thon kështu, por të bëjmë edhe për nxënës edhe për ti thon kështu studentë, thotë për nivelet të cilat janë në ngritje sipër. Atëherë sa i përket bashkëpunimeve përmendet pak më herët që kanë filluar apo jo? Po, do thotë që e përmenda më herët me universitetin, domethënë Luigjë Gurakuqi, të cilët ona kanë thënë kur doni diçka të bëni prap lirisht, shohim se çka mund të bëjmë edhe në periudhë e tjera, ashtu që tash do të shohim se do të kemi mundësi prap bëjmë diçka madhore. Thaç edhe me konsullatën e Nderit kem pas fatin të bashkëpunojmë me ta. Kem marrëveshje me Mart klubin që në Nitar me të bëjmë diçka së bashkut nga Ulçini, domethënë që të jetë normal kur të bëjmë diçka së bashkut të jetë komplet për shqiptarët e Malit Zi. Masa ne mos harroj do thotë edhe kemë bashkëpunim me komunën e Tuzit, pasi që sa herë ne kanë huazuar edhe sallën e kuvendit, ku i kemë bërë domethënë ne këto 2 promovime librash, për çka shfrytëzoj rastin të falenderojmë veçanti kryetarin e kuvendit Tuzit, zotëri Fadil Kajosha, i cili secilin herë ka thënë po s'ka problem, kur ti je lirisht urnoni. Dhe me të vërtet ka treguar i thon kështu një zemërgjërsi të madhe në këtë rast, për çka shfrytëzoj rastin edhe një herë ta falenderoj edhe kështu publikisht, masa ne edhe me organizatën domethënë turistike të Tuzit, edhe me kryqëzim ku këto janë për momentin që kem bashkëpunime, po edhe me individ, siç thash, me individ për shembull Dominiku Gzinin kem fakt që kem mundësi të bashkëpunojmë me ta herë mas herët, se tash prap do të jetë prezente një rast në, të them kështu, në veprimtarinë e ardhshme që do ta kem shumë shpejt në qershor. Edhe Anton Vukpala është na shtregoi gatshëm, nuk do të ketë mundësi këtë herë, por herë tjera po kur të mundem, domethënë kështu që këto janë për momentin, por presim që në tarmen zgjerohemi edhe më shumë, pra. Do bëjmë se do thotë tash nuk mund të flas konkretisht se me kanë do të bashkëpunojmë, pasi që varet edhe prej palës tjetër, se nuk varet bashkëpunimi vetëm prej nesh. Do thotë ata janë gatshëm ata të bashkëpunojnë apo jo, mos harroj edhe TV Bojinin, domethënë i cili edhe shfrytëzoj rastin gjithmonë ta përshëndes, edhe individualisht, pra personalisht gjithmonë keni prezent, por tash më shoqja domethënë i keni ndjek këto veprimtaritë tona. Andaj ju falenderoj shumë. Sipas jush, cilat janë sfidat më të mëdha të një shoqate kulturore sot? Po tashti sfidat e gjitha shoqatave, do të thoja kështu, qoftë që jo në kalibrit tona, po shoqatave tjera janë mjetet financiare. Do thotë se përmetash të më organizuar diçka, në nivel gjithmonë duhen mjetet financiare. Është e qartë, duhet një farë mbështetjet e tjera, dhe sidomos ne si fillestar, të them kështu si shoqat krejtë e re,
nga njerë thomë kështu, edhe si për lojë, thomë, jem me gjepa shkym. Ashtu që financat janë problemi kryesor i organizimit, pasi që potenciali nuk i mungon malësis, por nëse nuk e ka malësia potencialin, gjithmonë mund të gjejmë në Shqipëri, në Kosovë, tjere, ashtu që këto mund t'i mbulojmë, por ne dim se zakonisht ka njerëz të cilët edhe vinë, ashtu vullnetarisht si shtame në këto raste që na kanë ardhur gjithë këta persona, mirë po kem raste nëse do një simpozium, do një konferencë më organizuar ata pa lek nuk vinë çka ashtu normale. Se tek e funit ai për me bani kumtes, i du ndoshta 2-3 muaj ditë me i kalon ata dhe kumtesa unë e di se sa do që t'ja paguajmë, për shembull 200-300-500 euro, prap nuk i paguhet mundi. Ta kem parasysh. Mirë po nëse i thirr 5-6 vjet, 7 vete, llogarit me një herë këcen, çmimi ashtu që kjo është një ndër problemet kryesore të cilat do të thoja, një e dyta, normal se unë si shoqat e re ende nuk e kem ndonjë mjedis tonin apo ndonjë zyra apo diçka të tillë ku mund punojmë etj, por gjendemi ashtu siç mundemi do t'i thoja. Do shta këtu janë ato sfidat kryesore dhe domethënë edhe sfida e tretë normal se pak edhe na duhet edhe përvojë një fije. Do thotë veç kemi filluar dhe me kalimin e kohës na lindin në ide të reja. Është kjo, domethënë ashtu që pak këto ndoshta janë ato 3 sfidat kryesore dhe nga një herë ndoshta ajo pyetja edhe kohës, a kem kohë. Se gjithë ata që i përmenda që janë anëtar nuk e kanë vetëm shoqatën. Kanë edhe jetën private. Angazhimet e shumta. Po si jo, kanë edhe jetën private, mase ne kanë edhe jetën profesionale, domethënë gjithë janë familjar faktikisht, domethënë përveç 3-4 vete që janë thonë kështu beqar, në një farë mënyrë, po prapse jetojnë me familjet e tyre, ashtu që i kanë obligimet e tjera, për çka unë i falenderoj që thjesht janë shumë gatshëm që ti brenda shoqatës, pasi që shoqatën e kanë ti thonë këtu konkretisht do është edhe si një farë kënaqësiet, por në anën tjetër kanë edhe angazhim. E kanë edhe angazhim, por është shumë mirë që janë të gatshëm të japin kontribut, pa marrë parasysh se kanë obligime mjaft. Ashtu që këto janë ato sfidat, më ndonjë herë edhe problemi i kohës. Më thënë, edhe takimet shikojmë që na konvenojnë gjithëve ose gati gjithëve, pasi që prapë po thomë janë angazhimet e shumë të ditore si rëshini vetë. Një urojmë që edhe këto sfida të zbrehen me kalimin e kohës, po duke qenë se jeni edhe profesor i historisë, sa mendoni se të rinjt sot e njohin historinë tonë? Tashti është një problem këtu, domethënë është sa e njohin, sa duan ta njohin. Ndoshta është më mirë të themi kështu, pse sa duan ta njohin. Sot, nëse duan ta njohin, kanë mundësi të mëdha. Domethënë në anën pozitive mund të përdoret edhe teknologjia, që tha me pak e sulmuar me pak më herët, por tash ti e sulmuar pasi që ajo të ofron çka duash, tash zgjidh, mirë apo keq. Por në anën domethënë tjetër, ti them kështu konkretisht mund të në anën pozitive. Në shkollë, domethënë e shoh një farë interesimi tek një pjesë e tyre për historinë kombëtare dhe ushton një farë kurreshtjet, ashtu që një pjesë do shta edhe them kështu konkretisht edhe të regojnë interesime dhe i njohin ato gjanat, tomë kështu themelore, se tash nuk mund t'jetë një thellë të historisë, por një pjesë keq. Keq, domethënë e njohin, nuk e di, nuk u lënë përshtypje, pasi që tash është edhe kjo pyetja se sa është historia tërheqëse. Domethënë sa mundet ajo të ta tërhiqin një tri atje etj, tek një pjesë prapë thonë i tërhiq, tek njësa ajo, se diçka ndoshta e keni vrejt edhe ju, unë e vrej tek njerëzit tanë, sa ma shumë që shkon ma shumë intereson historia. Kur ka keni ri, biljata vetë thonë, së më ka interesua të rfale. Tash e shoh se bëjnë pyetje ma shumë, nuk e di pse, domethënë një farë, u kthehet një farë kurreshte, që ndoshta ajo kurreshte do duhet ishte dash në moshë krejt re, jo sot. Domethënë moshën 50, 60, 70 vjeçare etj. Po sot më befasojnë ka herë se di se përpara s'kan parashtruar pyetje lidhur me historinë. Por, themi kështu prapë me kalimin e kohës, duket ajo hy pak, nuk e di, gjaku thret, apo nuk e di se si me i thënë ndryshe, për arsye se edhe në kafe kur shkojnë, o shpesh u thëmë edhe nxënësve, shkenca e cila më shumë të debatohet në kafe është historia. Jo matematika, jo fizika, jo biologjia, se du me pas çka po di unë, një uri të thella për me debatu aty, në historien dëgjojnë një informate dhe debatojnë. Tash, keq e mirë e keq s'ka rëndësi. Do thënë se nga një herë shojmë edhe dezinformata edhe për
domethënë kryeherojt tanë, qofshin nivelit Shqipërisë, apo qofshin domethënë Malësisë Madhe etj. Edhe dikush e përhap një dezinformat, masa ne i debatohet ajo dezinformat, e keni pa rast mas rastit, nuk ka rëndësi se cila është e vërteta, po kapet në kontekst një dezinformat edhe ajo shkon. Kështu që pra po kthehemi në start tek pyetja, ka interesim tek një anë tjetër. Edhe nuk ka, por shpresojmë që me kalimin e kohës do të ketë edhe më shumë, pasi që tash do të thënë diçka tjetër. Kohëve të fundit i kem punuar dhe librat për histori shqiptare, për shkollat e mesme me mësim në gjuhën shqipe, në Malëzi, dhe shpresojmë që nga shtatori ajo do të hyjë në përdorim. Mirë. Sa rrezikon një popull të humbas identitetin kur largohet nga historia dhe kultura? Po tash historia është kujtesa. Dhe ne e kem përdorur një fjalë Malësi që mund duket pak kështu simpatike, matuf. Matuf ai që ka humb kujtesën, kështu i kem thënë. Dhe tash para shtohet pyetja, çka ndodh me një popull kur e humb kujtesën, bëhet matuf. Dhe në moment që bëhet populli matuf, rrezikon me humb identitetin. Dhe ne jemi dëshmitar të kësaj, se kem shqiptar, Malëzi, kem malësor, që kanë krizë identitetit. Ua nuk e din se çka janë. Për shembull, kisha një rast shumë më herët në një paralele në gjuhën malazeze, tre nxënës, njëjti në biemër, tre kombe. Njëri më thot jam shqiptar, në rregull. Tjetri më thot unë jam malazes, në rregull. I treti më thot unë jam bosnjak. Prapë ja them në rregull. Po e them ka mundësi ju kushrit më marr vesh se cilit komb doni me i takua. Ja thënë kjo është ajo problemi i historisë, i kaluarës, kur harrohet e kaluara, harrohet kujtesa, se një kombi ka dy shtylla kryesore. Ka gjuhën edhe historinë. Po ja hjeke këto dyja, atë kombe ke zhvlerësua komplet, dhe me atë kombe atër ke me ma qëka të dush. Dhe kemi i kalon diçka tjetër. Se për këtë arsye, besoj e o ty të kujtohet kur e kena dhe vendzanse, se një dhe problemet kryesore kanë qenë librat e historisë. E o librat e gjuhën shqipe. Në një farë mënyre, të thonë. Kove fundit janë rregullua. Por më kujtohet edhe mua si nxënës viteve të 90-ta për shembull kur na ndalun libra shqip komplet, se në atë kohë përdorshin librat e Prishtinës, do të si pjesë e Jugosllavisë, dhe brenda natës ne mbetëm pa libra. Dy librat që e kishim gjithmonë ishin gjuha shqipe dhe historia. E përkthyeme nga gjuha malazeze. Pse? Që mos ta përdorim ne rastësisht historinë e Kosovës, botuar në Kosovë, ose rastësisht të hapet kufini historinë e Shqipërisë. Pra thotë këto dyja mos ti përdorim. Për kimi, për fizikë, për biologji është diçka tjetër, sa është problema janë shkencë dhe nuk hyn në pjesën kombëtare, por me këto dyja po. Dhe nëse do një popull pra po kthejmë ta shkatërrosh në vetëm këto. Dhe historia jone ka dhënë mas mirit e Malësisë, pasi që mes dy luftave botnore, për shembull, në Malësi ka qenë ndaluar shkolla shqipe, arsimimi në gjuhën shqipe. Dhe këtu na kanë filluar ato momentet e asimilimit dhe për shembull në hot ngrud dihet se shumë pak ose gati as pak printi kanë çuar fëmijët në këto shkolla dhe janë detyruar me i mbyll shkollat në hot dhe ngrud viteve të 20-ta, pse? Për arsye se hotjanë dhe grudianet e dinin se është rrezik nëse i çojnë në shkollat serbe. Në atë kohë ashtu thirrë gjuhën serbe. Kështu që pra po kthehen, nëse ne duam dim se kush jem sot, edhe ka duam në të armën, do të me di edhe të kaluarën. Nëse nuk e dim të kaluarën, atë shtrohet pyetja, si mund ta dim se çka na pret në të armën. Ashtu që spaktit një kornizë, ti them kështu, themelore historisë do duhet me di gjithë, them kështu çdo individ, sidomos figurat kryesore, Skënderbeu, për ne kryenëritja e Malësisë, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, e disa, ti them kështu që janë, tash nuk them të jemi gjithë profesionistë të historisë. Po dhe as pakti disa gjanat e cilat kanë të bëjnë me ne dhe me identitetin dhe kulturën tonë kombëtare. Kur jemi tek çështja e librave përmendet që nga shtetëtori pritën që tekstet mësimore do të jenë si një ndihmë e madhe, besoj edhe për nxënësit. Po kështu pritet, po shiko, unë thash pritet, prapë përsëris, po nganjëherë nuk varet prej nesh, e dini ju vetë, domethënë se si shkon nganjëherë edhe politika i përzjek gishtat aty etj, mund të jetë pak edhe ose ndihmoj ose në anën tjetër blokoj, ti themi kështu konkretisht, por shpresat i kem, domethënë fjalët e bukura, ti themi kështu i kem, shpresojmë se nuk kanë me kem fjalët e bukura e Guten Streits, se mesim ashtu, atëherë domethënë po mesim, se librat vetëm, i një kena dhe ju vetë në kur a ba promovimi ati librit si për shkollë fillore, si për shkollë të mesme, për 4 vjeçaret,
Libra dhe më thonë në mënyrë fizike vetëm janë, pritet vetëm miratimi i ministrisë, dhe është në pajtim me ligjin, pasi që është mirëmbajtja e atij 20%, i cili ne na lejon përdorimin e njësive mësimore me rëndësi për komunitetin. Më thonë ku jetojmë, për bashkësinë lokale dhe për ne me rëndësi janë historia kombëtare, pasi që jemi pjesë e korpusit shqiptar, do të thonë jemi pjesë e Shqipënisë Veriole, ka aspekte historik, kulturor, tradicë etj. Dhe pra po them pritet edhe shpresojmë edhe uroj që unë i pari, do të thonë ta përdori atë libër që nga shtatori me nxënësit e mi. Mirë, të kthehemi tek shoqata. Planifikoni promovime librash apo aktivitete artistike në të ardhmen? Po si jo. Do të thonë që vetëm së parit me lejtë sërshorë do të bëjmë edhe shënimin e lidhjes Prizrenit. Do të thonë ajo është aktiviteti i një rrasi i cili na pret, do të thonë shumë shpejt. Ashtu që do t'i kemë disa folës edhe vendor, edhe nga Shqipëria, do të thonë masanejna, të flasmë sinqerisht, një autor nga Kosova na është paraqit të bëjmë dikun promovimin në visht librit tina. Pra, thotë ashtu që do të vazhdojmë të ardhmen me këso promovimesh, kem një ide, nëse mund të realizojmë, pa ty na duhet një mbështetje e madhe, normal financiare, kem një ide që ndoshta të ardhmen bëjmë edhe një konferencë madhore për malsinë e madhe, pra thotë shkencore, të lasë kështu, ku mos tjetë numri ma pak se 20 vetë ligjërues, qoftë nga vendi, Shqipëria, Kosova, pra thotë zakonisht nga këto vende, edhe ta japim një pasqyrë multidisciplinare për malsi. Në më thonë, kjo është një ndër projektet më të mëdha cilin e kemë për momentin, masën e edhe për autor tjerë, në ideja është që edhe fishtën të shënojmë, në thonë për vjetorin e lindjes fishës, dhe ndërkohë do të shohim do të lindin e ide tjera. Në thonë, nuk është, po këto janë për momentin, këto të thonë kyçet, të cilat jem duke punuar në to dhe do të merremi me to. Dhe si shtash, ka mundësi që në shtator apo në tetor, ta si jemi një autor nga Kosova, cili ka qenë edhe më herët këto, Luan Tashin, që ka punuar një vepër voluminoze për Skënderbeu me portretet e Skënderbeu dhe në tuz më herët para pak vitesh kanë edhe të thonë kështu, edhe ekspozita disa portreteve të cilët ai ka pasur. Deri me tani të gjitha aktivitetet planifikoni që të mbahen në Tuzla? Për momentin po. Për momentin po nuk është të thonë. Domethënë do të ketë aktivitete të cilat do t'i mbajmë edhe jashtë Tuzit si shoqat, në bashkëpunim me besoj me Art Klubin, atë do të merremi vesh Tuza, Policinë etj, por plan kem, tash gjitha planet nuk realizohen, kështu konkretisht, se ndonë janë nëse ke mundësi kur gjejmë edhe ndonjë partner me cilin duam të marrim bashkëpunim si edhe në Shkodër. Ta kalojmë pasi që Malësia është pjesë e Shkodrës, dhe më duket se malësorët kur nuk e ndjenë veten më mirë se sa kur shkojnë në Shkodër, pasi që emërtimi, ose emri tjetër i Malësisë është edhe Malësia mbi Shkodrës, jo vetëm Malësia e madhe, kështu që është mirë që pak edhe andej, dhe pse jo, ndoshta në një të ardhmen të këshyrin bëjmë pak edhe kontakte edhe me Koplikun. Pse me Koplikun? Për arsye se është shumë më rëndësishme që të bashkëpunimi ndërmalësor pa marrë parasysh kufinin, pasi që dy qendrat e Malësisë son shpesh e përsërisë janë dy, Tuzi edhe Kopliku. Pra thotë ashtu që mos ta bëjmë këtë